ka thënë me folë për diçka që këtë njerëz të dojnë. Njerëzit pavarësisht a i ndërmarrin masat me fitua, nuk i ndërmarrin fitorën e dojnë. Sikur që ka thënë Aliu radiallahu ta'ala për dijen, mjafton nder për dijen se edhe ignorantë pretendojnë. Në fakti që edhe që se kanë thënë po e kam, je për kuptu se është shtrajt, është me vlera. Andaj, fakti që edhe humbësit tentojnë disysh humbin me këtyn fitoria, me kuptu se fitoria është kërkesën e tërshme e çdo njeriu. Por ne duhet që ti referohemi të ndëruar Vëllezër, të referohemi referencës tonë, fjalës së Allahut te barekuhu teala, të referohemi Kuranit, të Sunetit, të pejgamberit alayhis salam se qysh e koncepton dhe qysh e prezanton shpallja fitoren, kur konsiderohet se ke fitu. Andaj, nga perspektiva e shpalljes, fitoria ka një kuptim shpeshherë këtë ndryshe nga që konceptohet dhe perceptohet në jetën e përditshme. Për shembull të ndrozën, thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, se ditën e gjykimit pejgamberët kanë me ardhur me pasuesit e tyre. Normalisht pasuesit janë treguar si fitores, se ti ke korr sukses në misionin tënd. E ka marrë pejgamberët dhe pejgamberi edhe askush në tes është. Kurkush, veç vetë vjen. Këtja i thuhet humbës a fitues. Me standarde kësaj bote humbës. S'ke mujt me bindë kërkon marrë mas teje, një bile, mirë po me standardet e shpalljes, me kriteret e shpalljes, kjo është fitues. A fitoria nuk varet shpesh herë nga numri i pasuesve, nga numri i prezentuesve, nga numri i shifrave që lëvizin e pasurinë tënde, nga niveli i autoritetit apo pozitës, nuk varet nga kjo fitoria. Fitoria varet këtë nga diçka tjetër. Dhe është me rëndësi që ne ta kuptojmë se a jemi duke fituar apo jemi duke humbur. Dhe kur jemi duke fituar, që ta shtojmë potencialin edhe më tepër drejt fitores, edhe në qoftë se e hetojmë që jemi duke humbur, të tërhiqemi nga ato veprime, nga ajo orientim e të kthehemi në rrugën e fitores. Me folë për fitoren dhe për humbjen, të ndërruar ka shumë muhabet, ka shumë diskutim. Mund t'i qasim nga këndë ndryshme, mundua dhe do të përpiqem që ta maj diskursin e trajtimit të kësaj teme vetëm në raport me agjerimin. Agjerimi që ne synojmë dhe qysh ne mundson agjerimi këtë fitore. Kur flasim për fitore në Ramazan, atëherë të ndërruar duhet i kemi parasysh disa çështje me rëndësi. Çështja e parë është se gjykimi final për fitoren është në Hiret. Ky është gjykimi final. Tek në Hiret kemi marrë vesh a ke fitu, a s'ke fitu. Po në dunja ka tregues caktuar, janë dëshenja. Mirë po, verdiktin përfundimtar, gjykimin përfundimtar, kush ka fitu e kush ka humbë ka Allahu në dorën e tij. Ai u andon robët ditën e gjykimit me drejtsinë e tij, me mirësinë e tij, me bujarinë e tij, u andon njerëzve këtë gjykim. Kush ka fitu edhe kush ka humbë. Andaj ne duhet të ndjekim hapa drejt fitores. Ne duhet të analizojmë shenjat apo tregojnë se po fitojmë apo jo. Ndërsa gjykimi final a fituam e presim ditën e gjykimit. Çështja tjetër që duhet pas parasysh të ndëruar kur flasim për fitoren është se fitoria është një anë e rëndësishme, por është një anë të rëndësishme. Humbja. Apo flasim për fitoren në Ramazan, apo? Po mirë, e humbja, a është opcioni i vetëm i agjeruesit fitoria? A është opcioni i vetëm në Ramazan fitoria? Apo ka opcione tjera, sikur se për shembull humbja? Të nderuar, duhet me kuptu një rregull më rëndësi që dietarët e kanë përmendur, ajo është se vlera e kohës dhe vlera e vendit nuk i japin vlerë personit, por personi përfiton nga vlera e kohës dhe vendit. Për shembull, fakti që ti tash je në Ramazan, vetë ti u Ramazani me vlerën e tij nuk t'jap vlerë ty as mua. Por une, ti, ajo, kena mundësi nga Ramazani me përfitu nga vlerët e tij, varësisht nga çata që kemi. Për shkak se
Edhe Mekja është vend i shenjtë, po jo krejt ata që në Mekë shkojnë në xhenet. Madje ndoshta edhe jo krejt mund të konë kushtimisht edhe besimtar që duhet, çka s'ka mes të njerëzve. Në kohë të pejgamberit alayhis salam Mekja ka qenë besimtar? Jo. Sikur të kishte me qenë vlera që transferohet, bartët, ngjitet të këtjerë, kishte me ngjit pejgamberin vlerën e tij, e Bulebit, Axhës tij, e Butalibit, s'ka mujt. E pa mundshme është. Prandaj kur flasim për fitoren, një flasim për humbjen. Kur flasim për humbjen, flasim si opsion real në Ramazan. Dikush më thotë, po në Ramazan me njëri çush hub. Hub. Çush devion njëri në fakt pejgamberit asaj, çush devion. E ka pa besyt vet, devion. Familja e tij ka qenë, domthonë, jo krejtë e orientuar për t'i besuar pejgamberit alayhis salam. Prandaj edhe kur ka dalë Salman el-Farisiu nga Medine, shku me shpërnda fen, e i ka shkrujt shoku i tij miku i tij Abu Darda radhiyallahu anhu, i ka shkruajtur që e ka çuar Medinën, e këtu e din çao Medinja. E ka kthyer Sulejmanit që zakonisht që e ka këshilluar Abu Darda, i ka thonë Innal arda la tuqaddisu ahadan. Toka nuk e shëtnon askën. Njeriu fiton vlerë në bazë të punës që i bën. Andaj fakti që e ke bërë Ramazanin, fakti që je në Ramazan nuk t'i jep vlerë të shtuar, por ti e fiton vlerën e shtuar në bazën e angazhimit tënd dhe preokupimit tënd raport me Ramazanin. Ai çështje është serioze. Mund të fitosh, por mund të humbësh shumë. E fituesit në Ramazan janë shkallë, edhe humbësit në Ramazan janë shkallë. Jo të gjithë fituesit njëjtën. Po fitoria është e mundshme në Ramazan, po jo të gjithë e fitojnë njëjtë. Dikush më lart, dikush më poshtë. Edhe humbja nuk është e njëjtë. Prandaj humbsi më i madh në Ramazan, po flas për më të madhin humbs. E pastaj mbi të janë tjerë. Humbsi më i madh në Ramazan është ai i cili në Ramazan i shtuan gjunaat. Në Ramazan i shtuan gjunaat. Ma shumë bën gjunaat në Ramazan se para Ramazanit. Që ky më humbs s'ka. Humbsi më madh është ky. I cili jo që nuk arrin me shtu sevapet, e mi fal gjunaat, nuk arrin këtë, por krahas asaj arrin me i shtu mëkatet, me shtu barën e mëkatimit në raport me Allahun xhallahu. Çka është humbsi më i madh? Në mesin e atyre që kanë mundësi me fitu nga Ramazani. Sa ata që nuk kanë në sufët Ramazanit, atyre duhet një proces tjetër me konkuru për fitore, që është dihet apëton, do në çështja e besimit. Por me që ka një besim, dhe se ka shfrytzuar këtë besim, është humbës. E këta humbës është janë lloj-lloj. Humbsi më i madh është Allah na rujt në Ramazan me i asaruar port me Allahun më tepër. Në Ramazan me qenë më i keq e më i pasjellshëm e më mëkatar se jashtë Ramazanit. Kjo është ajo që realisht nuk mund të shpjegohet përveç se humbja e madhe. Kur jemi të fituara të ndruar, unë dua me lexu disa ajete me një koment të shkurtër të ajeteve që ju direkt nga burimi, nga dora e parë, të dëgjoni nga Zoti juaj se çka Allahu thot për fitoren. Që në kuadër të ajeteve të kuptojmë cilën fitore e synojmë në Ramazan, po dhe në jetën tonë. Cila është ajo fitore që ne e synojmë? Në bazë të udhëzimit të Allahut azza wajal, në bazë të fjalës të Allahut te bareke u teala. E pastaj edhe rregullaksojmë këtë çështje me disa udhëzime praktike si të fitojmë Ramazan. Si të fitojmë në Ramazan. Të nderuar, ka shumë ajete. Afërsisht dikun në 29-30 ajete përmendet fjala fitore në Kur'an. Nuk është pak. Në Kur'an një herë mu përmend është kollaj shumë. E lënë më mu përmend 29 herë apo 30 herë. Në shumë sura përmendet. E përmendet shumë sura të mëdha, si sura Bakara, Ali Imran e kështu me radhë. Allahu xhalla xhelaluhu përmend një ajet në surën Ali Imran, në ajetin 185, Allahu xhalla wala çka thot. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة
faqad faz, wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Allahu thot, çdo shpirt ka me shiju vdekjen. Shpërblimet të plota do t'i merrni ditën e gjykimit. Andaj Allahu thot, kushdo që shpëton nga zjarri i xhenemit dhe hyn xhenet ka fituar. Ndërsa jeta e kësaj bote nuk është pas një mashtrim i shkurtër. A kuptoj fitoren? Shiko, Allahu po përmend të ndërrullazër fitoren si akt final, edhe po e përfundon trajtimin për fitoren përmes një sqarimi dhe kuptimi për rrugën që na zhvendos nga fitoria, e që është mashtrimi. Domthon treguesit se jetë të fitu është momentin kur arrin me shpëtu nga mashtrimet. Kur s'mashtrohesh. E në dunja ka shumë mashtrime. Të mashtrojnë epshet, të mashtrojnë joshjet, të mashtrojnë ofertat, të mashtrojnë mundësit e nëzituara e kështu me radhë. Ai që arrin me i shpëtu këti mashtrimi ka fitu. Për shkak se përfundimi është xheneti Allahut azza wa jalla. Ka shumë mashtrime në dunja të rrëzë. Ka shumë mashtrime. Mashtrime që, thash, materiale, psharake, mashtrime për mes fjalëve. Sa njerëz i kanë mashtru me fjalët e tyre? I kanë mashtru. Për shembull, ai që njerëzve u ka thënë se më rëndësi është zemra, pastaj mu fale ma gjutë të shka është këpun, më rëndësi është zemra, cila zemra se di, për zemra, se zemra pa namaz nuk ka zemra e bardhë. Po me gjithat, kush i ka thonë se zemra mjafton. Cila zemra, mos me amenu dikuj të keqen, që ka që. Veç mos me amenu dikuj të keqen, hynë xhenet, mashtrim është. Kush që shtu jetën e kanë mashtruar. E sa fjallë tjera, sa kanë jetu njerë në sisteme, në përkacit saktuara dyshme, në fund e ka kuptu që e kanë mashtruar, e kanë rajtë, i ka shku jetë hoqë. E Allah më pëhat, aje që hynë xhenet ka shpëtu, e kush aje që nuk mashtruat. Aje që nuk mashtruat. Madje nga format e mashtrimit të ndërruazër, që njëri u bjen në kurthë e këti mashtrimi fatkeqësisht është edhe afatizimi. Allahu Gjallahu Ala, për shembull, për çdo mëkat që njëri e bën, a e dënon më një herë? Për shembull, ai që gjinon sot, për shembull me rast smundje lukth. S'ka mundsi më. Ai që nuk gjinon 2 ditë, jam shëra Allahu gojë. A ndodh kjo? Jo, s'ndodh kjo. Nuk gjinon edhe han si mas miri, si dhan kërkon, as goja si mshëret. Që këtë trajtim që i alen Allahu njeriu në këtë dunjë si sprov, shtyrja e fatit të dënimit i ka mashtruar shumë njerëz. Që ky mashtrim ka më marrë qafë dhe gjykimet. Dhe Allahu xhallahu çka thot? Ja ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim. O ti njeri, çfarë të mashtroi ty në raport me Zotin tënd bujor? Domethënë, a bujaria e Allahut të mashtron? Ai po t'jap ti gjuna, thosh po shoj ka mirë. Po aska, mashtrim o kja? Kjo kurth. Mos mëna që nëse t'jap po dën, mos mëna. Nga se fitoria nuk matet me dhënje, me pasurie, me pozit, me shëndet. S'matet fitoria kështu. Fitoria matet me tjetër shkaf. Dhe Allah po na thot që ne duhet me kuptu ku është realiteti. Prandaj, çka ndodhet kjo magjëre? Dhe për shkak se ti realisht momentin kur je agjërushëm, ti i ke shpëtu mashtrimet. Cilët mashtrim? Zban pa bukë, zban pa ujë. Ato që po bëjka? Për shembull, të mashtron vetja jote, kur për shembull krijon të ti një mendim, një përshtypje se nëse agjëron, ki mu lodh shumë, dhen, kryt, s'mush me punu, mashtrim o kjo. Po se e provon, e kupton se ka qenë mashtrim. E shese, po punoj ka. Madje zhvillon beteja, pejgamberi sa në Ramazan e ka çliru Mekën, projekt hatashëm i madh, i vështirë, sa dush. Mekë çliru ku? Në Ramazan. Dhe ai mashtrim është me menu që nuk mundesh. Mashtrim është me menu se afatet që Allah po t'i shtyn janë në favorin tënd, mashtrim është. Ne shtrim një fitore
e cila na nxirr fillimin nga mashtrimi. Na kthen në realitet, na qel syt. Ti shohim çështje çush janë, ta shohim dunjon çfarë është. Realitetin e dunjos, veten tonë, ta kuptojmë rolin tonë. Sa më tepër dalim nga mashtrimet, nga mjegullat, ne jemi më afër fitores. Sa më tepër përfshihemi nga mjegulla, nga paqartësia, nga mungesa e larpamësisë, nga mungesa e njohjes së vetvetes, nga mungesa e njohjes së natyrës së dunjas, ne jemi vazhdimisht duke u rrotulluar në vorbullën e mashtrimeve që në fund e kemi kuptuar se gjithçka po ka qenë mashtrim. Gjithashtu të ndrum, Allahu xhallahu ala kur flet për fitoren, çka thot Allahu azza, ndëgjani. Surën Al-Maida ayat 119. Allahu thot: "Qala Allahu, hadha yawmun yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dhalika al-fawz al-'azim." Allahu thot: "Hadha yawmun yanfa'u as-sadiqina sidquhum." Kjo është një ditë të gjykimit, që atyre që kanë qenë të vërtet e të sinqert, kam ju bo dobi, sinqerit dhe vërtetësia. U takon shpëllime xhenete, në të cilat rrjedhin lumejt. Allahu i kënaqur me ta, e ata të kënaqur me Allahun, që kjo është Allahu thot fawzul azim. Që kjo është fitore më e madhe. Çfarë kuptojnë nga këtë ndërmjet? Njerëzit mendojnë që ato që e ka arrit me gënjeshtër, me syfatësi, me reklama, fiton. Pse në dunjë jetë kështu? Sa njerëz për shembull mund të jenë ndryshe kur largohen prej syve të njerëz, ndryshe kur largohen fjalët e tyre nga veshët tonë. Allah na ruaj. Po na mashtrojnë me pamje, me fjalë laikatare. Edhe fakti që e ruajnë pozitën, autoritetin, respektin, edhe pse po gënjejnë, mendoj se ja dolën. Fitu. Allahu pat kanë me fitu ditën e gjykimit ata që kanë qenë të vërtet, kanë qenë sinqert. E pse në dunja ndoshta se kanë gëzuar respektin e merituar. Ndoshta në dunja se kanë marrë vendin e merituar. Për shkak se sa të shpeshher me fol të vërtetën, nuk favorizohesh, apo nuk promovohesh, përkundazi mos bllokohesh, kufizohesh. Do të qenë pjesë një skeme të hipokrizisë, apo ku ti mashtron dikon, ai të mashtron pak, ti gënjen pak, ai gënjen pak, ti pak hipokrizia, pak është mashtrim. E Allah kënë dunja të bën dobi në dunja ke? Në dunja, bën dobi. Bën dobi në dunja, bën dobi. Bën dobi, po ti përra që për bën dobi njerëzve, po krymë punë, po ecin. Ama apat, atje ku ka më shpallë fitoria, a ditë ki më shpallë vëmës. Që a ditë, të mune me shpallë fitus, a mune me shpallë fitus, ke fitu, ke vëmës, mune me shpallë njerëz, me mashtrime, me gënjeshtra, me syfatësi, me reklam, me pompozitet, po mune me shpallë njerëz të fitus. Mirë, po atje ku ka më shpallë që thash verdikti përfundimtar i fiturët dhe gjykimit e lapat, ha dhe jaumu. Kjo është dita, jaumu për sadiqine, si të kumë. Sot bën dobi veç, kush? Veç vërtetësia, veç sinqeriteti. Me këta Allah ka me koni kënaqur dhe u takon fitoria e madhe. Agjerimi çka ka bëj me këtë? Të ndërozë, a ka ibadet që e kultivon dhe e manifeston më shumë sinqeritetin se agjerimi? Nuk i mundësi me pas syfaqësi nga agjerim. Pa më në rrasë ekstreme, vështirë është. Për shkak se mundësia për me u dok agjerushëm, edhe pse si agjerushëm është shumë e madhe. Pa ka mundësi. Hanë buk të shpija dhe vjen, është e sa iftari për në dysa, ka da dhe për shkak, ka vënë sa ka ngërë buk. Ka të merë është dikush, a e din? E nuk e din. Namaz, për shambull, ka hapësirë për syfatësima tepër. Ka hapësirë. Mirë po, në agjerim, problem është. Andaj të vërtetit agjerojnë, të sinqerit agjerojnë. Për këtë arsye e ka veçuar Allah nga këtë vepra të ka thonë, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Agjerimi është për mua,
edhe namaz është për ta, edhe zikat është për Allahun, edhe haxhi për Allahun, këtë për Allahun. Mirë, por duke pas parasysh fuqinë e sinqeritetit që akumulohet në agjerim, ka thënë Allah është për mua agjerim. Një nga kuptimet që i ka ky hadith. Dhe agjerimi në ndihmon në qiltërsinë e sinqeritetit, dhe vërtetësia që nga rrugë drejt fitores. Fitura që na shënojmë është fitura mbi syfatësinë, mbi reklamën, mbi popozitetin, të fitojmë me sinqeritet, me vërtetësi. Fitura është me rënu njëri edhe mos me gënjë. Fitura është Allah. Sot njerëz gënjejnë pse e normalizojnë gënjeshtën. Po sa diçka e madhe, u dërsh me thonë diçka. Pse po gënjejnë Allah? Po normal. Gënjen e qishet, gënjen e qiblen. Apo gënjen i madhe, gënjen i vogël. Gënjena në shkollë, gënjen e fatkeqësisht. Ka të cilësh na kanë kaplu gënjeshtën. Ndaj të ndrum agjerimi na mundson me fitu, me triumfu mbi këtë problem shoqëror, mbi këtë krizë. Shikoni për shembull të ndruar sot a ka mbet diçka pa u fotografu? A ka mbet diçka pa dalë në Facebook? Paramendoni edhe çastet më intime që i ka robi një vet me Zotin vet, edhe çfarë fotografohet? Që ka mbet pa u fotografu? Nga çastet më intime është duaja, ibadeti. Ai e shkruan emrin atje në qabe, edhe emrin e mbi emrin. Apo? Thotë jam të bëj dua për ty. Kujt pi kallzon? Facebookut. E mirë, çka më intereson mua që ti po bën dua për to? Unë çka kam bërë me këtë? Po du më kallzoj dhe juve që në qabe jam të bëj dua më. Mirë më thash, e për Allah çka më për Allah më? E çka më për Zotin xhelal xhelalu? Nëse tawafin e kena në surat, edhe sa në surat. Këtë keni me pa në shëval që ashtë, që shëvalin hamdla të agjeru të bëj iftar. Në filin. E ato ki qesëm shëvalin të agjeru. E qka me të për Allahun të mërë këtale? E po të fitosh mbi këtë kulturë fatkeqësisht të shëmtuar, të pompozitetit, të reklamave, të mashtrimeve, të gënjeshtës, fitore është. Ti me kuni veçanë, ti s'bën kësi punë, fitore është. Njëri ka për shembull e bën një publikim inkurajus, vetëdijsus, rregull, po çështjet private tua, çështjet intime, familjare, në raport me Zotin të bërta me antarët e familjes i publikon. Çfarë kuptimi ka për shembull një burr me qitë në Facebook, ku i ka me kush di sa aty që ndjekën, po pse ndjekën i delë të kujt i delë? E dini këtë algoritmin që është lëviz Facebook apo? Që bashkërët e ime e dashur këtë parfum ma ka blesat. Bashkërët e ime e dashur sot ma bleu një unaz, më gëzoj shumë. Ka u kuptimi gjithë shkatën, vallajt. Kjo bashkërët e ime e bleu, jam bleu, kjo është intime, private, kjo është në dashnin personale. Ma më reklamu, qka ka reklamu? Edhe të ndërun, me ngadhny, me fitu, mbi qitë mentalitet është fitore. Me fitu mi qëta, do me rujt për Allahun diqka, për ahiret diqka me rujt, në smet sen smet. Sufjan e Thauri rahimullah, ta ka qenë zëtni o lazik, ta ka qenë shumë në snaf në kënë këta. E në kënë shumë në kënë këta. Dëgjën e elegancën e veprës të Sufjan e Thauri rahimullah. Sufjan e Thauri rahimullah, me një rast, mësim i o njerëzve, pa ju në detaje, veç mësim, qëka ka thonë? Ka thonë Sufjan e Thauri rahimullah, veprat që i shihni të unë që i baj, nuk i llogaris si punë të mirat dhe gjykimit. Nëse i pranon Allahu, elhamdulillah, si pranon, unë i kam do razirë të mija që si shihni jotën. Unë me tu të Allah u shkaj, unë të Allah u njës me të msheftat, ti me të haptat. Se këtu si djetë, e ka prek në i helmi synit të i sifacis, ato s'baj e sam tu. Mi pranoft Allahu, elhamdulillah, veç të se vapo. A më une e së logarisë do. Jo. I kam të mshefta me që ato të Allah u njësat. Në qëka na me të msheft? Nëse publikujme dhe donë edhe hedijen edhe shëvalin e, qëka me të msheft më?
Në saf, vetë sa konë hoqja sa muzikë, ku minë atë telefon me nëzirë në që namaznatë e na. Që atë telefon e i në gjami, që atë vinë telefonin më? Leti shka për Allah, mërë Allah, për Zotin Gjellë Gjellali, o le kokën për dhikër, le telefonin Allah, le reklamën. E po të nga dhënjesht të fitosh në biqit mentalitet, është fitore e madhë Ramazan, e agjërimi ta mundëson këtë, ne këtë e kërkujmë. Se Allah që Allah, hadha jaumu, sad jaumu, sad e pire sitkum, sad krymë punë, veç kush ka full drejt, veç, qaj, kush punë i vërtetin se qërë, sad krymë punë, tjetë s'krymë punë. Allah, e ka përmbyll këtë me ajetin që Allah tha, kjo është fitore e madhe. Kjo është fitore e madhe. Dhalik el fawzul azim. Dhe të ndërru dhe Allahu xhallahu ala çka thotë? Në surën Tawbah. Allahu xhallahu ala thotë: "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika siyarhamuhumullah. Inna Allaha azizun hakim." Këto Allahu thot, këtë që e përmana. Pas të Allahu thot, në Tawbah, kjo është 71, Wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allah akbar. Dhalika huwa al-fawz al-azim. Besimtarët dhe besimtarët janë miq për njëri tjetrin. Nuk kanë hasmëri, nuk kanë ata armiq. Mund të kenë mos pajtime, mund të kenë dallime, por i menaxhojnë me mirëkuptim, por i menaxhojnë me pajtim, por i menaxhojnë me tendencë të vazhdueshme për parafrim. Apo ndëgjoni çfarë po flet Zoti xhallahu. Që janë muslimanë, jo ata që duhen me hongër ky njëri tjetrin. Jo ata që për një sjellje, për një fjalë gjunë, të herë, jo këta. Jo. Ba'dum awliya'u ba'd. Janë miq të afërt njëri me tjetrin. Çka mirë mban këtë miqësi tyne? Çka mirë mban këtë raport të tyne? Çka është ajo që ju jep forcë me i të kalu dallimet, mospajtimet? Përkundër problemeve, i të kalon gjitha që duhet. Çka ju jep forcë? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Urnojnë për të mirë e ndërmin nga keqja. Do na bën bashkë sa punë kera bashkë me bo. Nëse na me zveti acarohëm të vëzër, e kush këmi përmesuar të tjerë, e kush këmi nuk për të mirë, e kush këmi ndërmin nga keqja, e na nëzonë me njëri tjetër, kush këmi bo këtë punë? E falën namazin, e japin zekatin, i bindin Allah dhe pejgamberit, këta Allah ka me i mëshiru. Pasë Allah tha, wa'ada Allah, që tënve, që ndëgjuhet për ta, që të në muslimane, besimtarëve dhe besimtarëve, Allah ju ka premtu gjennete. Kur jedhin një mejt, përjetësisht aty ka me mejt. Dhe vendbanimet këndshme në gjennetit e adnit, ndërsa kënaqësia e Allahut është më e madhe se këtë. Me qenë Allah i kënaqur me ty është më e madhe se gjenneti, se gjithçka. Kënaqësia e Allahut është më e madhe. E ta arrish këtë kënaqësi të Allahut azza wa jall, Allahu thotë: "Dhalika huwa al-fawz al-azim." Çka është fitore më e madhe. Prandaj çka kuptojmë nga kjo me Ramazan të ndërozë? Shiko Ramazani të ndërozë sa është ibadet unifikues. Apo bashkë agjerojmë, bashkë në koha shifyrit, bashkë koha iftarit. Bashkë është bajrami. Që shka thonë pejgamberi, agjeroni në shumës. Kur ta shihni, edhe bëni bërëm kur ta shihni. Bashkë, për hanën. Ma bashkë me kone. Me konë vendim unifikues. Agjerimi unifikan. Agjerimi të nërëzër, qëka thotë pejgamberi? Nëse dikush e provokon besimtarin, nëse dikush e ngacmon, qëka thotë? Inni mru'un sajm, unë e ma gjerush, mos ta kthej. Dhe me thonë, unë e mirëmbaj raportin për pjekës të dhe me e prish me mu. E po qëta Allah pat? Këta që e mirëmbaj raportin. E qëka në ndimon me e mirëmbaj raportin ma mirë sa gjerimi? Për në gjerim, duhet me konë ma qetë, me qetë ma të përmbajtur.
më dashur me njëri tjetrin, më afër me njëri tjetrin. Shikoni për shembull, çfarë dobish ka pranë pejgamberi sa në çdo përpjekje për unifikim, veçanë në Ramazan. Mi dhon agjerim, mi dhon buk një agjeruesi e merr sevapin. Pse? Bashk namazi i natës gjithmonë është më mirë më fal vet. Gjithë. Për vetë në Ramazan do të fal bashk taravit. A s'është kjo çaj unifikimi ta? E po, të ngadhnjejmë mbi dallime, të fitojmë mbi natet, të ngadhnjejmë mbi teket personale, që t'i japim hapësirë më tepër, fesë Allahut, devshmërisë, besimit në Allahun te barek o taala, mundësisë që të përhapet namazi, mundësisë që të përhapet zakati. Që kjo është fitura që synojmë. E kush këtë e bën Allah, po e që kjo e ka fiturën e madhe. Që kjo ka fitur shumë. Të ngadhin parimet, namazet të ngadhin, zeqati, e jena bashkë namaz. A ne duhet namazet që na bashkon tjetë shumë më i fuqishëm, se çka do që nga jo dunja që na dallon. Nëse kuptojmë mirë që është duhet namazin, edhe rrulet i jetën tonë. E kush e dominon namazin si ibadet, zekatin, ulin për të mirë, bashkëpunimin punëtarit, largimin nga e keqja, këtë e dominon. Mbi vetvete, mbi teket, mbi natët, ka fituar. Që të fiturën e synojmë? Fiturën mbi epshet, mbi teket tona, mbi natët tona. Hajde të pajtojmë më shumë Ramazan. Hajde të lidhim më shumë Ramazan. Hajde të mbledhim forcën e bëma halal. Mbledhim forcë. Ama jo me ato kalkulimet obsharake, tani thojnë, tani ai thot, tani ai mënon, le çka mënon, çka thot. Një pyetje bëna veti, çka Allahu thot? Çka Allahu thot? Ai të ndërrozën, vallahi shpesh hera. Mi abo vetës këtë pyetje, shumë konflikte të tilla. Shumë konflikte të tilla. Nga dhe për shembull ti mund në jetën tënde të përditshme. Që kanë problem dy bashkët mes vetëve. Kanë problem në familje. Një pyetje me vo. Me çit qasje, me çit sjellje. A kënaqet Allahu a shejtani kush? E mos në vetë tash ashtu. Do të më të vet, kujt pja vën argatin. Jo, Allah s'knaqet. Qysh Allah kënaqet qysh? Apo ne që ashtu pra? Po shpesh ne nuk kënaqemi që kënaqet Allah. Çto e kena problemin na? Na edhe s'kemi arrit me përshtat kënaqësinë tonë me kënaqësinë Allah të zgjel. Shpesh kënaqemi me që Allah nuk kënaqet. Kjo është telashe. E ne do të më ngadhim mbi këtë që kënaqësia Allah të më dominu për me fitu. Momenti kur na arrim që kënaqësia Allah të më dominu në gjithçka, në çdo veprim, dhe këna fituar. Kësaj Allah i për fituar. Dhe ne me agjerim synojmë të dominon kënaqësia Allah në çdo vendim dhe në çdo veprim në jetën time. Kjo është punë, kjo nuk ka kollaj. Sufjan e Thauri prapa e përmendin në bashkëpunën me të xhenet. Ka thonë, ka folë për transmetues hadithej, nga dietat hadithit ka qenë. Është dashur me folë për disa transmetues, është dashur për me mbrojt hadithin. Filoni i besueshëm, filoni vallësor i besueshëm, ai s'ka fol keq për ta. Ai ka cilësu kush janë për me ditë a bën më marr hadith në zban, për me mbrojt hadithin kanë fol ata, për fe kanë fol. Çka thot Sufjan e Thaurit? Dëgjoni të vëllezër, kur dominon kënaqësia e Allahut dhe përgjegjësia për Allahut. Thot, kur një temë për asnjë njeri s'kun fol, kur pa e vendos veten për Allahut, që ato fjalë që po i them për të ndonjë a jam i gatshëm me i thonë ditë gjykimit për Allah të falë. Nëse kjo bëhe standard shumë fjallë, të shja valla, që to së nethëm. Ja. A e ka thonë që të fjallë dikujnë, po? Që ato fjallë, a mund shme dhe Allah të po, ja rap, që kënjëri, që shtote, që shtote meritanë, që që ka po, a mund shme? Ja, dhe gjykimit së nethëm, pëse për në dunja? Pëse për në dunja? Që ato dunjas ka në bajtë në ahiret? Ahnef ibn Kajs ka qenë nga njerë të meqëm. E ka onë në njëri, kërë mos u kap me mu. Shka pas mu me ta, po njerës ka ne provokëri, kanë mos u kap me mu, kanë se vallahi, të thëmë dhe fjallë, në varë me to ki me hija, të. Që qash, ka me të lëndu farë, ti në varë serën. Dhe të vallahi, ti me to ki me në varë jone, të. Me fjallë të hin ti në varë jone. Unë imi fjallë të mija në varë temi. Kur kur sin me fjallë të kërkuna në varë. Andaj dëmënej kënaqësinë Allah të zhjërë, des me kun fitues. Ne e synojmë fiturën, e cila në shpije në nivele që kënaqësia Allah dominon. Përgjegjësia për Allah dominon.
gatishmëria për dhënë llogari dominon, e çetër ke fituar. Çdo çast e është humbje. Është humbje dhe dështim. Tash me ajetin që e kanë në surën Tobe, 77. Dhe ajetin e fundit që do përmend, edhe me përmjet pikat e tjera të ndërmendur është Allahu xhallahu ala në surën Ghafir thotë. Po e lidhi bashkë surën Ghafir e surën Saf, dy ajete. Allahu flet surën Ghafir për kujdesit e melajkëve për besimtarët të tokë. I ruajnë, i mbrojnë melejtat dhe bujnë dua për ta. Për melajkët bujnë dua për ty. Bujnë dua. Kur ti bën dua për Allahun tënd, a është një melek që thotë edhe ty të dhash çdo që shpërdhësh për Allahun tënd? A është ashtu? Që ti fiton gjithmonë Allah, sa herë dani vllahun tënd fiton të gjithë ato. Se ti bën dua për Allahun tënd me gjunat e tua, me çimin e tua. Ty Allah të është një melek pa gjinohe, i badet qitë sa të dush, bën dua për ty. Që si tregtia, hub njërë me në tëtë. E këta me lajke, në kuatët e lutë, që ka thërë? Vëkëhimu sejjiat. O Zotë, rrugë të besimton nga gjdo e keqë. Wa men tëki sejjiati, jau me idhin fëkad rahimta. Konerun të Allah për të qijeve, e kem shëru. Qaj ka fitu aftë? Wa dhalike hua l-fawzu l-adhim. Këtë qijet në gjunarë tona, shimë tonë. Prandaj, fitoria në kuptan të vendosësh mes teje dhe mëkateve një kanal të thellë që vështirë kalohet. Rrugën mes teje dhe mes gjunat ti fshish gjurmët që dhe me dash më u kthy s'din më u kthy mo, se e ke udhën ato. Që tash vitana. Dikush pendohet, ama rrugën e gjunat e lënë qertët, si dihet se i puna apo. Apo fshi gjurë, s'u vin kur ai rrugë. Hecë s'u vin. E ke pa kur me dikën farti ke punë kja qka ba? Ja fshin numën dhe. S'u vin ke më koqë. Po lese gjinit, hecë po vin telefonit tina. Apo qaq i dhënosh me to që ja fshin në telefonin. S'dën asë një gjurë me metet tina. Ja bëmë o kja. Po tham kushtimisht, e bën njërë. Mirë, e ke fshin numën e telefonit gjinohet, kur ty ke që e thështë gjinohet, edhe se po vin e gjina me bo. A ke fshin numërit, kër e pëndu. Dhe njerëz i ka numët gache, mbele i ka në favorit. Apo, s'di nas me lip të aty, që e ka të përmënej fletorja e numërave. Si duhet. I gache, me din udhën shumë ka dhe gjuna me mua atë. E po kjo gabim është, kjo humbi është. Fitore është ti me humbë gjurë dhe gjunajt. Me fshia, që kjo është? O me në teki se jeti. Ti Allah kënë erunë. Qështë erunë Allah për gjunajt? I bën barjera, i bën pengesa, ja u udhën. Se dikush, a ka mundësi dikush mos me dit udhën dhe të gjunajt? Po, ka mundësi. Kër i ka përshua Allah gradë besimtare, që ju ka thonë? Nga përshime që ka më Allah besimtareve. Gafilat, ka thonë. Gafilat. Gafil, qëka është gafil? Gafil është njëri ku, për shambull, s'merë vesh Allahu jam. E pa, do njerë, a i nuk dhe, jo, Allah. E marim për hajgara. Se si kuptën e, typës, e qenë të thonë, e s'po marrë që më thonë jam. Apo, ata lujnë, na bujnë, të li farë, flasën, a i thotë, jo, Allah, s'po marrë vesh. Fali me pak ma drejt, a s'di me rrot, lapë. E qësën gradë besimtarët. Ata nuk e din udhën për te keqe. Që shi bjerë për shamë me pas, ma dhe një ashtë ma të zonë. Jo s'di, Allah, që shi bjerë, kjo të bëlla. Që me pas për shambull, me pas burë të huj, me pas gru të huj, që shi bjerë, kjo s'di në Allah, nuk e di këtë punë ata. Nuk e di me të zemë. Qa që është i shpot për gjinatë? Qa që është shpot për gjinatë? Ama kur mirë në bazët ditore nga në shesë, po më që shkana pa, ama udhën e mësa. Udhën. Dikush nuk bën gjuna, ama udhën e din. Pse? E kam mësua po. Edhe udhën heqe. Edhe udhën heqe. Nëse, qysh ka thonë, për imamën e Uzajra, ulla ka thonë, aq ka qenë i sinqert në fjallë, i vërtet, ka thonë, këti një më thonë, hajtë një herë rajtët zdia. Duhet më mënu qysh me rajtë. Atë po duhet më mënu ka dalë. Qa me thonë një qka që i përshamu sa që është? Qa që është i rrethum nga e vërteta, që duhet ka që të barjera me i thujtë më ardhër të njështa, para më natë. Dhe që kjo është fitori? Që kjo është që të bësh barjera, që dirë se shkështë e keqë, do në punë, do në ka gjallodhje. E për para ka qenë me efti më rëndë keqën, apo, se do është punë, ka gjallë.
Thash jo. Thash nëso vetë mundën me një të keqen. Që aty tunet me të tërkon një të keqen. Janë largu barierat. E rikthimi i barierave dhe vështirësimi i mëkatimit është fitore Allah po. Është fitore. Prandaj bën agjërimin që e vështirëson mëkatimin. Edhe gjatë agjërimit, edhe pas agjërimit. Që kjo fitore. Nëse agjërimin na e vështirëson agjërimin, ne kena fituar. Ne kena fituar. Andaj, kjo është një, po them, disa ajete që flasin për fitore, edhe që na kallëzojnë cilën fitore do të besinuna. Edhe në agjërim, po edhe jashtë agjërimit. Gjithmonë me ditë. Qysh me arrujt vetën, qysh me e mbrojt vetën. Rruga deri te fitoria të vëllezër i përmani veç shkurtimin e sopikave. Qëto që i përmana, llojet e fitores që i përmana, në Ramazan arrijen nëse ti e madhnon dhe e vlerëson Ramazanin. Kjo është muj i madh, muj i mundësive të mëdha, andaj nëse qetash humbi, kur ka me fitu? Kur ka me fitu? Të ndërëzër, paramendim për shumë njëri ditë Arafatit. Një hrama, i lodhën, i raskapitën, ka pagu për haqë. Edhe këtë njës bëjnë doa, këtë njës bëjnë doa, aj me njënë në bëndë të lafë, të përgoju dikën të bëjnë gjibet ka të lafë në bëndë të doa. Të shamë, qa e thushtë njërë bëjnë? Në Arafat, që Allahu Gjellewali dhe të me lojkeve, jeni dëshmitar se që ta që qëto ja u kon falë, a i thot jo ja mu ja, se unë sëm i këtu i të me. Ka humbi me madhe që ta shkëve. Vlerësoje mundësin, madhraje mundësin, shqyëzoje mundësin, me rinë Allah të fitanë. E dyta të vëzër, du të me kuptu që të seka. Fitura vjen në fund, ala së nga kërgarën, ose ladë, andaj vazhdimësia garanton fitoren. Vazhdimësia garanton fitoren. Sikur sa i sahabiu i cili ka marrë pjesë në atë betejën e njohur diku në Afrikë, kur ka shku sahabët, edhe kur ka godit shtiza, i ka dalë në gjaku, edhe ka marrë dhe ka li ftyrën me dëshminë e tij për Allahut, për sakrificën e rrugës të Allahut, e ka thonë fustu wa rabbil Kaaba. Fitova pasha Allahut që dashur. Se shkojtësh, kjo fundi, ta është po fitova. Para kësaj, s'ka. E kur dilsh nga dunia me la ilaha illa Muhammed Rasulullah, thuj, fustu wa rabbil Kaaba, fitova. Të smetohet që në momentin kur ka qenë duke vdekë Imam Ahmedi rahimullah, i ka shejtani në formë caktuar. E i ka thonë, oh Ahmed, mike pi dure vallaj, pështove, ka një edhe pak, edhe do frimë më kamet, si dihet ata, edhe pak. Dhe deri frimë të fundit, kur mos është sigura? Kur mos tash. Ja. Nuk ka një islam pensionera. Nuk ka punu për islam, apo u fal tash e la më dojnë penzi, veteran. Në s'kena veterana. Në kena aktivist i vazhdueshëm deri në fund, deri në tek. Sikur se ka qenë Imam Ahmed rahimullah me laps e fletore, i ka në tëri kur, po nga mazdije, kështu po ka në të në varë. Në varë i lo, te vorë i lo, ato lapset edhe i në varë. Qështë? Ibn Bariku konsmut të dek, ka arë njërë me vizitu, e ka thonë një hadith, në ngushtim, ka në qysh ke që hadith, e ka në fletore në nërë, kështat e ka shu hadithin. Ka një imam, më zbaj varë, ti din me të mirë hadith, ka në vëqë dasha me, një nuk di, në që kjo hadith bëtë se vep, Allah më falat. Deri në fund, a do me fitu, deri në fund, i paladhë shumë. A më nëse lodhemi, e kena, kur komponohën e, vjen një konjo, a ne pëse s'po punon tash pra, e pëse tash jeton në penzi. Në kuptim të ibadetit, të adhurimit, se penzioni i punës është normale, po vlasë të aktivitet, të angazhim me bo mirë, pëse tash po bën mirë. Dhe s'ka kurim konën e, dush me konë ti në fund. Gjithashtu të vëzër, aja që ndihman është në kapitore është frika nga humbja. Frika nga humbja që në kapitoria. Veç me paramenu që ka bëhet është një e billah. Së ne paramenaj me u. Se a i din që ka i bën me u. Shkëm i bën me u. Dhimbe madhe, mundimi madhe, Allah në rrët gjëhenimin. E hidnimit Allah të dhëgjë. A din që ka i bën me u për Allah në gjëllë uara. Që ke fitu
Dhe veç me panu që ke hu, ato së banë, nuk banë. Të ndërëzër, kjo është nga e që në animon me këtu Ramazan është, le të mbetet prioritet Ramazan. Zhvillime që më duhet në përbot, po e shoh që kanë zhvendos vëmendje shumë agjeruzat. E pse këta Iran këtina? Ka këtu diçka. Në ato, lemër këto punë, Allah. Lej këto punë. A këna më ndrejshme në ti diçka? Ha? Po që e more vesh që për bëkia? Ama saksisht e ke more vesh, ta mërë edhe, e qatën, që ki me botën? Që po vi për të kalzojnë ty, na e këna mu vëqë për të kalzojnë kërkuna. Ti që bën me këtë punë të një? Kur gjëjq? Qka të krynë punë me marrë vesh, kush qka bone, pse e bone? Qka të krynë punë me të? Merë me Ramazan Allah, merë me namaznate, mos u shvendas. Ja, sa mirë kërë të rezu kanë për tash, s'po kom që pa i lamet se me vijë, qa ki me kjynë Allah? Qa kuptën të qa bëvaki Allah? Gjitha e ka 2 saat, 3 saat debat, kur në kohën më të vleshme, në teravi, namaznate, a i të këshyrë debate, të këshyrë ku Irane, qka Irane. Ti nëse je interesu me bo, hajtë që po do. Qështu për me kontribu, qështu. Ama jo ti fas pasiv të këshyrë që bëvakia dhe kërgjeshje, qka të një? Mos u shvendos nga Ramazani, mos u shvendos nga gjendja e Ramazanit, prioritetet e Ramazanit, çka do që ndodh? Prioriteti kena me fitu kënaqësinë e Allahut azh. Tani këshirë që po bëhet. Andaj që të fiton, kur mbetet Ramazani prioritet dhe kur u shvendosesh. Dhe gjithashtu të në fund lutu për fitore. Ato me fitu, lutu. Me të 17 Ramazan është çfarë dite? Bedri, lufta më e madhe që ka ndodhur. Fitoria më e madhe në Islam është fitoria në Bedër. Mas Bedrit, këtë fitorit pastaj kanë qenë kurzuara me Bedër. Që atje ka njështë fitoria e madhe, në Bedër, që ata quhet cila betejë e madhe e Bedrit. Nuk quhet betejë e madhe e Uhudit, s'ka Uhudit, betejë e Uhudit është. Apo ka shumë më rrezikshme, më e vështirë se e Bedrit, ama Bedri ka qenë vendimtar. Po shumë arsye, i ka shërimet e veta. Mi po, qëka ka bo pejgamberi në Bedër? Qëka ka bo në Bedër? Ka dojnë me mbrit drejtën e vetë, hakun e vetë? Ama doa ka bo shumë. Doa ka bo shumë. Thotë Abu Bekri qënë të duhet lartë e i bënd të gjybe. E unë javesha gjybën. A i qënë të duhet lartë, i bënd të gjybe. E thonë të Allahume in tuhlik hadri i sabe, flen tuh bëdhe fil ardë. O zotë nëse që ta farronë, kush të bëni badat të këti mua? Kush ka me të bëj badat? Kush të përmenë më nëse që ta vritën sëtë? E bënd të dua, thotë Abu Bekri, o kani u nëgji rabbe, e lusë të Allah, shumë, dhe se thash, ja Rasul Allah, ka me të zbatu Allah premtimin, hiq më s'ki gale, të ka premtu që ka me të nivu, ka me të zbatu premtimin, qa atën këtë dua? Pa në Abu Bekri ka unë, ja Rasul Allah, po kush ka me kështën për premtim të Allah? Pejgamberi Abu Bekri. Ma qa që ka dhimë, në ndoha që ka dhimë, ja Rasulullah, inna Allah mund gjizun leke vade, ka me të zbatu Allah për mëtim më si gajle. E doa të vërdushme. Për Bedër, për premtim të Allah të azogjer. 5.000 me lajke. Pa po, Gjibrili ka zbit në Bedër, Allah zdjevë. Gjibrili ka zbit në Bedër. E tjerë me lajke të mdhaj. Prapë gjithë këtë doa, e na që zdim kush, vjena, kush na përkra, e na që në budona, qështë lutësh për fitore, qështë lutësh. Andaj, me një vend musliman njëre, a i vend të një ka marrë pjesë në kampionat, në kampionat kontinental, në kontinentit, së më rësit së në kontinental. Edhe, ka rritë që i vend të një në finale, me morë vend në parë në kontinent. Së konë Evropës, me konë Evropës, hajtë për petë bosh i parë në Evropë, një farvane atë që kryesorja, sa duat, ja, o Allah, në mëj ekipin tonë. Një djetarë pa që pa tonë, te kështë lutë Allahun për gjennet, një kështë unë gjennet që shtu të buduat. Për ekip futbolit të më. Dhe që shtu lutësh për gjennet, Allah? Ka lutën më da për dëpun që, thush, më lutë për gjuna. Imam Luzej Rahimullah ku të falë natën e ka kajtë shumë. Shumë vetaj, që ata kanë kajtë vetë kërën kohë.
Tukajt, po shku nëna vetë e ka një tukajt. E ka po që qëllë e ka po poshtë. E s'ka ditë, apo. E rata s'ka ditë, pëse po kanë, qa ka kënjire, asë në që po kanë. Kanë o birë jem, qëre ka, o birë jem. Me s'li e kini problem me dika. Me të pa që ata që shpo kanë ta falin me herët. Ka qështër me kajtë, s'ka kush që s'ta falë. Nëse nona e uzajt ka bu përshtypje, se insoni ta falë me të pa të kajtë, e Allahu që është ta falë. E Allahu që është një manë. Lute, niftarë ma dha Allah, ndihmona me fitu Ramazan. Fitimtari Arab, ju humbës, edhe dalim nga agjërimi fitimtar, po edhe nga dunja fitimtar. E që shky fitar, që ta fitojnë, që lutën sinqerisht, me përzrim, me latë, me përkushtim, o Allah një man. Nëse Allah ti sëm një man, unë e humbi. Nëse ti sëm falë, unë e humbi. Lute, fuqia doa s'ka me përsaktu edhe nesër fitoren të ka Allah të barë këta. Allah në bu fitimtar. Allah në mësë me fitore që Allah është i knaqë. Dunja në ahiret. Në rrujtë Allah nga humbje, nga dështimet, e në veçanisht nga ato të ahiretit. Allah është përbleft e këtë dëgjim, e këtë respekt, e këtë mundësi, Allahu ja është shënroft në forcë drejt fitores edhe shpëlimit edhe faljes. Allah është përbleft, Zotë ju ndëroft,